Biografia e plotë e strukturuar e Shpat Kasapit, një tribut i denj për jetën dhe karrierën e tij. Shpat Kasapi ishte një nga emrat më të dashur të muzikës moderne shqiptare, me një karrierë mbi 2 dekada. Ai arriti të krijojë identitete të fortë artistik dhe të bëhet pjesë e memorjes muzikore për breza të tërë. Ndarja e tij e papritur nga jeta në moshën 40 vjeçare tronditi publikun dhe la një boshllëk të thellë tek dashamirësit e muzikës. Fëmijëria dhe formimi. Lindi në 1 maj 1985 në Tetov. Familje me tradita muzikore, gjë që ndikoi drejt për drejt në orientimin e tij artistik, që në moshë të vogël shfaqi aftësi vokale dhe prirje për skenën. U rit në një mjedis ku muzika ishte pjesë e përditshmërisë, duke ushqyer ëndrrën që një ditë të bëhej këngëtar profesionist. Fillimet e karrierës, vitet 2000-2005. Në fillim të viteve 2000 Shpati u fut fuqishëm në tregun muzikor shqiptar me këngë që u bën menjëherë të pëlqyera. Karakteristike e stilit të tij ishte kombinimi i ritmeve moderne me tekstet emocionale, hitet e para që u bën tepër të njohura: A më do, kush të ndau prej meje, falma. Këngët e tij përhapeshin shpejt në televizionet muzikore dhe diskotekat e kohës, duke e bërë atë një nga zërat më të kërkuar të rinisë. Kulmi i karrierës së tij 2005-2015. Kjo periudhë shënoi shpërthimin e tij më të madh profesional, hitet më të mëdha, Valle Kosovare u bë një himn në dasma, festa dhe diaspora. Dashni pa limit, aroma e saj, balada me ndjenjë që njiheshin menjëherë me publikun. Stili. Shpati solli një kombinim të popit modern, ritmeve ballkanike dhe emocionalitet që e bënte atë të veçantë. Ai kishte aftësi të rralla për të përcjellë ndjenjë dhe melodi që mbeteshin gjatë në mendje. Puna si kompozitor. Përveç këngës, Shpat Kasapi ishte edhe kompozitor. Ai punonte për vete dhe për artistë të tjerë, duke qenë i aftë të krijonte melodi të goditura dhe të përshtatshme për zërat e kolegëve të tij. Pjesëmarrja në festivale dhe skena europiane. Shpati mori pjesë në shumë festivale në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Ai gjithashtu performoi shpesh në Zvicër, Gjermani, Itali, Austri, ku kishte diasporë të madhe shqiptare. Prania në media dhe jetën publike. Me paraqitjen e tij karizmatike, ai u bë shpejt një figurë e dashur edhe në media, shpesh i ftuar në emisione televizive, reality show dhe evente tepër të rëndësishme të showbizit shqiptar. Jeta personale. Shpat Kasapi ishte i njohur për karakterin e tij të qetë dhe natyrën e buzëqeshur, edhe pse jeta e tij private shpesh ka qenë e përfolur. Ai mbeti një figurë e respektuar dhe e dashur si në publik ashtu edhe në rrethin e ngushtë shoqëror. Ndarja e papritur nga jeta 2025. Data 26 nëntor 2025, shkaku i raportuar atak kardiak gjatë qëndrimit të tij në Itali. Vdekja e tij erdhi pa paralajmërim dhe tronditi publikun, familjarët dhe kolegët. Reagimet pas vdekjes. Pas ndarjes nga jeta, rrjetet sociale u mbushën me mesazhe ngushëllimi dhe dhimbje. Fansat postuan këngët e tij si kujtim. Artistë dhe kolegë të shumtë e quajtën një zë unik, një zë të butë dhe një talent që iku shumë herët. Media e konsideroi humbjen e tij si njërin prej goditjeve më të mëdha të muzikës moderne shqiptare. Trashëgimia artistike Shpat Kasapit. Edhe pse u nda nga jeta herët, Shpat Kasapi la pas këngë që dëgjohen edhe sot, melodi që janë pjesë e kujtimeve të rinjve të 2 dekadave. Një figurë e pastër artisti që ushqua për profesionalizëm dhe thjeshtësi. Ai mbetet një nga zërat më të dashur të muzikës shqiptare. Sipas mediave dhe familjarëve, në mëngjesin e 26 nëntorit 2025, Shpat Kasapi pësoi arrest kardiak në Itali, ku ndodhej për të qëndruar pranë familjes dhe për të bërë një kontroll të vogël mjekësor për djalin e tij. Ndihma e parë ju dha shpejt, por zemra e tij nuk u kthye jetës. Vdekja e tij ka tronditur jo vetëm familjen, por gjithë komunitetin artistik dhe publikun e gjerë. Shumë thanë se humbëm një zë, një energji, një shpirt. Mes mesazheve të shumta ngushëlluese,
duken ato që manifestojnë dhimbje të vërtet. Një kolege tha, je prej njerëzve më pozitiv dhe më fisnik që kam njohur, një energji e pastër, dritë pas shpirti yt. Një tjetër, jo vetëm zë, por një njeri, që me buzëqeshjen e tij dhuroi momente, shpresa dhe melodi që jetuan mes nesh. Të gjithë e ndjem se humbën diçka më shumë se një artist, humbën një pjesë të jetës, humbën një pjesë të vetes, të kujtimeve, të moshave që u rritën me muzikën e tij. Por trashëgimnia mbetet, edhe pse zemra e tij ndaloi zëri i tij, dhe këngët e tij nuk do të ndalen kurrë. Çdo melodi, çdo varg, çdo interpretim do të jetë si një përqafim i përjetshëm për fansat, për ata që e kishin afër, për të rinjt dhe të moshuarit që gjetën tek ai reflektimin e ndjenjave të tyre, kujtimet e bukura, emocionet, netët e festave me valle kosovare, të gjitha mbeten si dëshmi e një jete që dha shumë dhe që tani kujton me nderim dhe respekt. Në këto momente dhimbje le të ruaj secili prej nesh dritë nga ajo dritë që shpati na dha me muzikë, me kujtime, me dashuri për artin.